drejtor i autoritetit portuar Durrës, shumë të nderuar veteranë të forcës zyrtare, qytetarë të qytetit të Durrësit, të gjithë pjesëmarrës. Është kënaqësi e veçantë jemi këtu së bashku sot për të vijuar projektin e marinarëve të Republikës Shqipërisë, ata marinarë të cilët kanë shërbyer në të gjitha frontet dhe hapësirat detare të Republikës Shqipërisë, jo vetëm në aspektin e forcës luftarake detare, por dhe të asaj të marinës tregtare, marinës peshkimit, të gjithë lundërtarëve që përdorin hapësirat detare të Republikës Shqipërisë. Është kënaqësi e veçantë që qyteti Durrësit dhe autoritetet e saj e pranuan këtë kontribut të sponsorit të kësaj event, zotit Ponari dhe kompania e tij Sigal, të cilët bën të mundur realizimin e këtyre buseve në të gjithë tregtetin shqiptar. Ky është i tretë që do vendoset mbas atij Shëngjinit, Sarandës, Durrësit dhe Vjen, sa afërmi për të vendosur një njëjti bus edhe në qytetin e Durrës. Republika e Shqipërisë me një hapësirë detare kaq të gjatë dhe të gjerë, dhe në historikun e saj që prej lirëve ka përdorur këtë hapësirë detare, dhe ne pikërisht për këtë jemi që ta rikultojmë, ta memorizojmë në kulturën dhe ndjenjen shoqërore të qyteteve, me qëllim që familjarët tanë, fëmijët e ardhmen, ta kuptojnë jo vetëm rëndësinë e saj, por dhe ta dashurojnë. Deti është ai aspekt i cili